unë në skanerin e parë në Shqipëri, si në sektorin privat, si në sektorin publik, nuk ka pas, ishte 0, e kam futur unë. Dhe kjo është merita ime personale. Para të madhe pas ke pasur? Para shumë të madhe, sepse parat ishin të bankës. Atere, parat e mija ishin 0, sepse të vesh në Greqi një emigrant, që tavolina e parë ishte kutia, tavolina e parë e ngrënës ishte kutia e televizorit, imagjino tani se si sa lek mund të mbledhësh në 3 vjet me 2 fëmijë dhe një grua që fëmijë të vegjël që rrinë në shtëpi për të rritur kalamajt. Dhe vetëm ideja e skanerit ishte një ide revolucionare për brenda, për konceptin dhe për shoqërinë. Dhe si ndodhi? Kur erdhën në Tiranë në shtator, tetor të vitit 1994, paraqita një, si me thënë, biznes plan me 4 faqe, një pothuajse me shkrimtore tek Banka e Kursimeve. Por e them dhe përsëris, gjeta homologun tim, siamezin tim, Edvin Libohova ishte drejtori I Bankës Kursimeve. I shpjegova atij njeriu se çfarë skaneri, kush është hapësira dhe perspektiva që ka. Dhe ai Një kohë që besoj edhe shumë mjek nuk para kishin ide. Dhe ai me atë largpamësinë e vet, me atë të qenit djalishkat në atë kohë, I ri, me një pozicion goxha ishte një pozicion I rëndësishëm. Ajo ishte banka më e madhe. Banka më e madhe dhe me një moshë relativisht re në atë kohë, ai këtë koncept e përvetsoi dhe tha që po, me këto që më thua, jo me këto që shkruan. Unë do të mbledh bordin dhe do të aprovoj një kredi. Dhe u aprovoj një kredi 630.000 euro, më falë, dollar, $630 në 1994 me 18%. Që po ta marrë sot, ja bësh vetes larg. Qa për e peng shtëpin ure? Asi që ishte një bashkëpunim që bë me një mik tjetër, që vuri një objekt që ishte gjysma e vlerës së kredisë që morëm, dhe kështu rrugtuam skanerin. Për këtë kredi që morëm, ishte për të zgjedhur me 2 shik. Ajo shumë është ende e madhe sot, lërëm në atë kohë. Patjetër. Dhe po thash, nuk përdora laps, se më tha dhe Edvini, po tje për çka ke shkruajt, arroje se ngrisat hitet poshtë, jam I dorë njëri tjetrit, vazhdojmë secili në punën e vet. Por iden, ai vlerësoi dhe bleu iden, banka bleu iden time. Dhe kjo është që them dhe përsëris që falenderit atij njeriu që kuptoi se çfarë duhet bërë. Jo falenderit vetëm për mua, po ai falenderit për kohën dhe për ecurinë e mjekësisë shqiptare, për ato jetë njerëzish që kanë shpëtuar. Se mendoni që skaneri në vitin 1995, kur instalua, dhe pastaj ndodhen ngjarjet e tmerrshme pas të 97-s, apo dhe politrauma që ishte rrugë të mbushura me aksidente, sa jetë njerëzish ka shpëtuar ky skaneri me ekzaminimin që ka bërë. Se po ju them, çdo traumë para skanerit, nëse dyshohej që kishte një hematom, bëj një angiografi që çdo ishte me një agë, futej në karotide, futej kontrasti dhe shikoi direkt ka spostim të vazave për të krijuar ka idenë e një hematome. Dhe ishte një ekzaminim agresiv për të smurin. Në një kohë që këtu është një ekzaminim kompjuterik. Pra, ose të smurët e tjerë që gjykoje për gravitetin e traumës, ose për të smurët e tjerë që mund të kishin tumore, patologjit të ndryshme, dhe nuk ishte ekskluziv skaneri për kokën. Ishte për gjithë trupin. Dhe kështu që patologjit që ai diagnostikon dhe u vinte në ndihmës ishin pafund. E shoh që të rëmbeu pasionit të tregosh për zanatin, po do të tregoj edhe këtë. Të tregoj edhe këtë që kur vendosëm të mirënim skanerin, shkuam në Erlangen, një ekip për të parë skanerin dhe për të na i prezantuar se ideja ime është që ajo që duhet bërë mirë dhe vendosëm të blejmë skaner të ri. Në fakt, Vaso e shikoj që shqiptarët në përgjithësi tentojnë gjithmonë teknologjinë në fundit, gjithmonë shqiptarët, ata që banojnë në Shqipëri, ti je pjesa, le të themi, greke e Shqipërisë, po ata që banojnë në Shqipëri tentojnë gjithmonë më të mirën, fjalën e fundit, dhe edhe ti me sa kam parë në gjithë biznesin tënd, edhe në aparaturat që blenë, merr gjithmonë fjalën e fundit, megjithëse shpesh herë më ka thënë nuk jam I sigurt ta do t'ja u nxjerr vlerën atyre. Kjo është e vërtetë. Por dëshira për të bërë, për të futur të re dhe
mendimi që unë mund të arrit të rend, ta përvetsoj këtë të re që ka, se çdo teknologjie ka know-how, nuk është e more dhe e vure në punë, nuk është radio që e ndeze dhe vetëm dëgjoj. Edhe ndroj stacionet, aty është një njohuri e pafunde e kompjuterit, është një njohuri e pafunde e teknologjisë, është padyshim për skanerin, për shembull, që duhet të dish ta lexosh, ta lexosh. E para vështirësia është ta kryesh si ekzaminim dhe më e vështira është ta lexosh. Por le të kthehemi pak për vajtëm në Erlangen. Një sallë e madhe, e lartë, që kishte një hartë gjigante të botës dhe kishte, se duke qenë një teknologji e re, moderne dhe ishte krenari për çdo shtet që kishte skaner, pavarësisht në sektorin publik apo në sektorin privat. Dhe shikoj në atë hartën ku kishte skaner, ca llamba të voskla që ishin gjithandë. Shqipëria ishte e zezë, ishte blek. Atëherë çfarë bëra unë? Ndeza një llambë që në mënyrë signifikative, në mënyrë kështu, figurative, them që këtë llambën në këtë hartë të botës e ndeza unë. Dhe fakti që u instalua ky skaner erdhi vite më mbrapa që në një kongres po e përsëris një mjek i shquar, një profesor i shquar i neurokirurgjisë ka thënë në një kongres të radiologjisë, nëse nuk do të ishte ky hap i guximshëm, i Vasil Lajos, niveli i radiologjisë shqiptare nuk do të ishte ky që është sot. Se unë konvertova radiologjinë konvencionale në radiologji digjitale. Pastaj rrodhëm të tjerat. Nuk e diskutoj që ka qenë një akt revolucionar dhe sot Shqipëria është bërë madje edhe një mek nga vinë italianët edhe bëjnë skanera këtu, sepse është cilësi e lartë dhe çmimi lirë, me sa kam dëgjuar ata që vinë këtu. Dhe më larg se dje po lexoja një shqiptar i cili kishte vajtur të prenotonte skanerin në Itali dhe i kishin thënë hajde në korri, kishin thënë. Ndërkohë që në Shqipëri janë çmimet, edhe kur bëhet që nuk është në sistemin shëndetësor, çmimet e private janë shumë më lirë se sa. Shumë më lirë, patjetër, sepse duke qenë se ne nuk mundohemi të mbajmë një ekuilibër midis cilësisë patjetër dhe me çmimin, por shkon edhe në kuadrin e përgjithshëm të pagave, të mungesës rimbursimit, mungesës mulimit nga shteti, kështu që nuk mund të vësh një çmim për të cilën Italia apo Greqia apo Komuniteti Evropian i rimburson 70, 80 apo 85% të çmimit pacientit dhe do vëj nga 15 deri 25% maksimumi. Këtu rimbursimi në privat nuk ekziston dhe si i tillë duke qenë një çmim totalisht i paguar nga pacienti, jemi munduar dhe ne të gjejmë një mesatare të cilën të jetë një mesatare e artë për të pas edhe mundësinë e pacientit të shërbejmë, por dhe nga ana tjetër që dhe duhet investimi të nxjerrë vetën e vet, por dhe të ketë mundësi të zhvillohet, sepse nëse ti do nxjerrësh vetëm investimin e parë, investimin e dytë do ngelesh tek aparaturë që e ke blerë në fillim, por neve themi bashkë që gjithmonë e blejmë aparatura të madje duke të parë ty, unë them me vetën time, Vasoja është i pasur, por nuk ka para, sepse ti mund të kesh asete, por para nuk ke, sepse i hedh gjithmonë, merr kredi gjithmonë, ecë për para, zhvilloj. Shkoni në bankë, t'ju japun që tani autorizimin, nxirrni nga llogaritë mia sa janë dhe bile po t'ju them një historik të shkurtër, se po jo akoma kur doja të veja në Amerikë në 2001, më thotë vajta me gjithë gruan me 2 fëmijë, përpara ngjarjes së kullave binjake. Tek sporteli, nën punës i ambasadës, më thotë, ke depozita bankare, po si, thash. I nxora, isha në Greqi, në spitalin Katë, se u riktheva, në shtatën duhet ta themi në një moment, po që s'ka rëndësi. Librezën e parë të bankës, u shkone, kënja 2.000-3.000 drachmita. O, më fali, thashe dyta, se bradoj që kështë kështu. E treta e katërta, i nxora një 7 libreza banke. Pse kisha kaq shumë? Në çdo spital që ne shkonim, pagueshim me banka dhe kështu që çdo spital kishte lidhjen e vet me çdo bankë dhe ne ishim detyruar të kishim librezat e çdo banke. I mblodhi ai dhe në fund tha mua 13.000 drachmi ti tha, zotni. Ne çahan 13.000 drachmi, 30 euro, 40 euro. Kaç kam i thash, po pse si do vesh në Amerikë? Ku i ke lekët? I thash pastaj që po, un kam këtë aktivitet, kam këto gjëra dhe okej, tha, dha vizën pa qenë nevoja të intervistonte gruan e fëmijët e mi. I mora pasaporta, dola aty nga sporteli dhe i thash ikim. Po tha, nuk e morëm? Jo, përkundër, si tha, në 94 dhe kështu ikëm. Pra, kjo është filozofia ime e jetës, si lekët duhet të i hidhen në investim. Vaso, është edhe një diçka që nuk kuptojnë shumë njerëz, që kur shikojnë, domethënë, biznesi për shumë njerëz nuk është mënyrë për të bërë para, po është një vesë për të bërë diçka.
këtë shumë njerëz nuk e kuptojnë, mendojnë që shumë biznesmenë i shtyn tamaja përpara. Në fakt ti banon në një lagje popullore këtu ku banoj edhe unë, tek unë e Parisit, dhe kur mendon njeriu që shikon në çdo cep të Shqipërisë intermedi ka, mendon që kush e di ku jeton ky zotëria ku. Po u them që un kam 40 laboratore ose filiale të qendra diagnostikuese që investimi i tyre është me miliona dhe unë jetoj në 100 metra katror shtëpi te bloku Kika, siç jetojmë. Këtu ku jemi në studio, është një kaqësh, kjo është pasuria ime private. E kam të qartë andaj edhe doja ta thoja. Ndërkohë ja ke arritur që të bësh, ne themi, një perandori për Shqipërinë, për një laborator i cili në të vërtet unë kur ja u kam treguar miqve të mi në Itali, më kanë thënë po, është një laborator i certifikuar ISO, në mos gaboj, ke standardin. ISO 50000. Po, edhe kur ju kam çuar analizat e mia ose të afërm vetëm mi, domethënë i kanë gjetur të përputhshme, ose kur kam shkuar të vizitohem vetë, i kam marrë gjithmonë analizat me vete dhe kanë dalë të përputhshme me atë. Ka qenë e vështirë i gjithë ky rrugtim nga një ska, domethënë ta fillosh me minus $670,000 muhabet. Edhe ta shlyesh atë dhe pastaj të rrugtosh për të bërë investimet e tjera në vazhdimsi. Nëse do të them që ka qenë lehtë, nëse do të them që unë s'kam pas momentet e vështirësive të mia, është që të s'kem lobi frontale, mos të gjykoj se po fatmirësisht e kam dhe gjykoj. Ka pas momente të vështira në cilat mund të them që edhe mund dorëzohesha. Por thosha, ajë ta bëjte një përpjekje dhe u ka përsipër vështirësitë. U shlye kredia brenda 5 vjetëve dhe unë bëra rrugtimin tim të lirë për të vazhduar, jo me barë banke, gjithmonë kam marrë kredi, por në nivele të tilla të cilat shlyerja e investimit bëhej më butë dhe më mirë se sa ajo peshë e madhe që ishte një gur i rënd që në fillim. Por ajo që e përmendët ju pak më përpara që unë business plan nuk bëja dhe shpeshherë bëja investime të cilat edhe vetë nuk dija nëse do dilin. Dhe kjo është tipike për biologji molekulare, që jam i pari që e kam futur në Shqipëri biologji molekulare, analizatorët e ngarkesave virale. Në 2002 Ajsa kam përsëritur që në një kongres në Kanada, gjithë klinika e hepatologjisë, punimet e veta shkencore që bërën të mbi ngarkesat virale të hepatitit B dhe hepatitit C, i kishte bazuar mbi testimet që kishte bërë pranë laboratorit Intermedica, duke e përmendur dhe në kongres që këto testime ja bërë në këtë laborator, i cili ka këto analizator që plotësojnë këto kushte dhe ka edhe këto certifikime, se ndryshe nuk pranojnë punime shkencore që mund t'i bësh pa pasur një standard të caktuar dhe një disa kritere cilësore për testimet e paraqitura në një kongres. Kështu që kur vajtet të blija një aparatur të ngarkesave virale, të në Greqi të Roshi, nga korifejt e kësaj, një aparatur që bënde PCR-n, e cila ai që e ka zbuluar dhe e ka vënë në praktikën e përditshme me PCR-n, ka marrë dhe çmimin Nobel. Mendoni që çfarë suksesi dhe arritje është PCR-ja, apo PCR-i që themi kjo, reakcioni zinxhiri polimerazës. Dhe më thotë që shiko, duhet të blej një aparatur për ngarkesat virale me PCR. Është e shtrenjtë, tha, mbi 120-140.000 euro. Prap, dhe ajo ishte shumë për një analizator që një laborator ka 10-20 të tjerë. Dhe tha, sa raste ke? Tha që s'kam 5-6 raste kam. Po ti do një jetë ta shlyesh këtë. Po unë kam 5 se s'kam analizator. Kur të kem do kemi 100. Pra, ky ishte koncepti im që unë nuk bëja shumë business plan të mirë field që të me lapse. Duke qenë mjek, më ndihmonte që t'i ka përceja këto të ka shpërblyer pasionin, me sa duket. Sakt. Baso, e kalojmë pak këtë çështjen e profesionit tënd. Ajo, dua të bëj një pyetje të fundit. Më bëri përshtypje që asnjë nga fëmijët e tu nuk ke futur në biznes. Në fakt është një ndër problemet e bizneseve në Itali, për shembull, është sepse ja u lëm fëmijëve ty, po fëmijët herë nuk e kanë pasion, herë nuk e kanë profil, herë nuk e kanë fëmijët e tu për zgjedhjen e tyre nuk janë futur te kjo sipërmarrje.
ti ke ndjerë vështirësi në menaxhimin, sepse më the që tashmë ti ja u ke lënë administratorëve në një farë mënyrë të merrme ta. Ndoshta një nga qelsat e suksesit është që unë nuk kam ngatruar biznesin me familjen. Se shpeshherë familja vetëm ka mbajtur kusurët, ka për ti me një kredi. Se shpeshherë mendohet që të bëj një biznes që t'u ale fëmijëve. Jo çdo pasurinë e patundshme mund t'u alesh fëmijëve. Një biznes që bazohet mbi atë që know-how që kam unë, mbi atë që ka struktura ime ADN-s, që thamë që një ADN nuk ristrukturohet, po vetëm zbulohet gjatë jetës, është shumë e vështirë që të vësh atë kopin e asaj ADN-s tënde, atë që ke ti ta marrin ta bëjnë dhe fëmijë, sepse është ke kopjuar ADN-n, po vazhdojnë se siç e ke vazhduar. Janë numër e thana. Janë shumë arsye për të cilat unë e solla deri këtu. Fëmijët e mi nëse pas se mund ta vazhdoj, por në këtë moment unë kam më të lehtë të kem administrator se sa fëmijët e mi, familjen time në punët e mia, se administratori në fundit ndjen dhe përgjegjësinë përpara punës, përpara rezultatit gjotari. Ka fëmijë që nuk e kanë këtë përgjegjësi. Ose babait, sot gjë babait. Sot gjë babai. Dhe për të atë që thatë ju perandori, okay, le të bëjmë një perandori e vogël, por është për të qenë, pavarësisht se sa është. Pa diskutim, është një brand. Se janë 3 kompani të tilla që i kam në Kosovë, që e kanë filluar jo sot, por në 2009. Atëre kur ishin hapat e para të Kosovës, unë guxova të veja në atë vend, në atë strukturë, në atë amullin e tregut. Në atë rëmuj. Në atë rëmujin e tregut, megjithatë, unë ja dola dhe aty, sepse po të japësh dashuri do marrësh dashuri.